Çfarë ka ndodhur atë Thjesht ditë? më ka marrë nëna telefon, por tha mos u shqetësoni, tha se do ta gjejmë, se e largoi dhe e gjenin përsëri. Atë ditë ju çfarë keni mësuar? Çfarë rrugë ka përshkruar dhe si ka mbritur tek fqinja? Dhe ka qenë fqinja ajo që ka deklaruar e para që ka qenë tek mua? Neve nuk dinim gjë fare. Si kishte dalë nga shtëpia dhe kush e shkuar? Se kush e shkuar, thjesht këtë ka dëshmuar vetëm Albona, edhe sot që flasim, vetëm kjo na ka thënë që ka qenë dhe unë. Edhe këtë nuk ja ka thënë mamit direkt, ka fol me maman time dhe i ka shprehu disa gjëra tjera që nuk da bra mirë i ka thënë. E kanë vrara, ku digjonë, se ja kanë dhënë dikujt, sepse ne nuk dim asnjë pistë. Te shtëpia e kësaj shkonte. Vetëm aty s'vjen në shtëpi tjetër? Jo, nuk shkonte me shtëpi tjetër. Një pistë duhet ngritur që ky mundet të ketë tentuar të kapi me zor Valbonën, ky vetë. Është natyrë e tillë, e bën një vepër të tillë ky dhe në moment e kanë parë djemt që po bënte këtë veprim, edhe i kanë futur një, u kanë ngelur në dorë, çfarë ti bëjmë, e kanë zhdukur.